Miq të Infoftes me mbrëma dhe këtë të ente nga televizioni Sot 7 në emisionin Javor, do të kemi sonte një Infoftes muzikore. Më sakt, Infoftes artistike. Është e ftuar një këngëtare që jo vetëm ne pogradectarët e duam shumë, por edhe për te pogradecit ajo bën sens. Është këngëtarja Luiza Mara. Luiza është këngëtare muzikës së lehtë, por edhe asaj lirike. Ajo ka lindur në qytetin e Korçës dhe është banuese në qytetin e Pogradecit aktualisht. Pas studimeve për kanto, emërohet si mësuese muzike dhe vazhdon aktivitetin e saj në mësimdhënie. Luiza Mara ka marrë pjesë në aktivitete të ndryshme artistike brenda dhe jashtë vendit tonë në konkurse dhe festivale të organizuara në rang Ballkani dhe shoqata të diasporës. Vlen të përmendim Festivalin Ballkanik të Ohrit, ku ajo u vlerësua me çmimin e parë, këngëtarja më e mirë e këngës qytetare si përfaqësuese e Pogradecit. Gjithashtu ka marrë çmime të para në festivalin Enkelana të organizuar nga Bashkia Pogradec, është vlerësuar me çmime inkurajuese në koncerte të organizuara në Stuttgart të Gjermanisë. Ka marrë certifikat mirënjohëse në Pescara të Italisë në koncertin organizuar nga Fondacioni Nermin Vlora Falaski. Luiza Mara ka kompozuar këngë për fëmijë dhe të rritur, ndërsa është nderuar me çmime të para dhe të treta në festivale të ndryshme të këngës. Prej 7 vitesh ajo është emëruar këngëtare në qendrën kulturore të qytetit këtu në Pogradec. Përveç se ushtron profesionin e këngëtares, Luiza Mara përgatit zëra të rinj për të përcjellë traditën e këngës qytetare në brezat e ardhshëm. Fundjavash këndon live në lokale të ndryshme në qytet dhe jashtë. Ka qenë këngëtarja e parë femër në Pogradec, e cila ka kënduar në lokale duke thyer këtë lloj mentaliteti në qytet për muzikën live. Ka realizuar projekte të rëndësishme, sidomos në promovimin e këngës popullore, duke eksploruar në fshatra të thella të zonës për të pasuruar arkivin e saj artistik dhe jo vetëm. Luiza Mara ka mesazh të saj ditor: edukoni fëmijët të dëgjojnë muzikën tonë të bukur shqiptare. Liza, unë të falenderoj pas kësaj introje të shkurtër që je në studio me mua në Infoftes. Është era e parë, është kënaqësi që të kam. Mirë mbrëma e lirë. Falenderoj për ftesën që më keni. Faleminderit juve që i thatë po ftesës për të ardhur. Të uroj sukses edhe shpresoj që do dalim bukur sot. Do themi diçka për qytetin tonë, për artin në përgjithësi. Do doja të inkuadrohemi pak tek fëmijëria në këtë pjesë të parë, si lindi pasioni për këngën, për muzikën në tërësi, për muzikën klasike. Çfarë kujtime është sjell për ju fëmijëria në Korçë dhe ndoshta profesorët e parë që diktuan artisten tek ju? Po. Në fakt, jo se unë jam korçare ose do me thënë... është fakt keni lindur në qytetin e Korçës. Por jo se qyteti Pogradecit nuk shquhet për artë normale, sepse unë tani jam bërë gjysmë për gjysmë, sepse kam 30 vjetë këtu dhe 29 vjetë në Korçë. Kështu që... Janë 2 qytete që kanë bërë letemi plotësin artistik të tabloidit tuaj. Po. Dhe tani jam gjysmë për gjysmë, nuk mund të them që jam korçare. Aq më tepër që kam lindur fëmijë tu, kam krijuar familje. Ne jemi me fat që të kemi në Pogradec në fakt. Faleminderit. Tani çfarë mbajmë nga fëmijëria? Kam marrë si fillim fare, kam marrë pjesë në festivalet e fëmijëve. Që atëherë ishte fat që çdo qendër shtëpi pioneri, quheshin atëherë, organizoheshin festivale për fëmijë. Këngës për fëmijë. Po, fëmijët zgjidheshin nga mësuesët e muzikës në përshkolla, në përkopshte, sepse unë kam qenë në kopsht atëherë kur kam filluar. Ka qenë kopshti momenti që kanë ngritur si parin. Po, aty kam kënduar një këngë për partinë. E kam thënë në intervistat të tjera dhe tani s'është as tur pas tabu ta themi po për partinë. Aq më tepër kur realizmi socialist nëse s'do të kishte një këngë për partinë dhe Xhaxhin Enver. Patjetër, dhe ishte privilegj sepse kishte sigurt çmimin e parë. Dhe mos më thuaj që keni marrë në kohë për çmim të parë. Në çmim të parë. Jeni evidentuar me një çmim. Po, që atëherë. Por pastaj duke u rritur, duke bërë këto koncertet brenda shkollës, brenda rrethit, Korçës, më fal. Edhe më tepër ka qenë familja ajo që
që më ka edukuar me muzikën. Po. Jo, sepse ne këndonim më shumë. Keni pasur traditë familjare këngën? Po. Këngën, instrumentat. Babi, prindrit? Babi është nga opari i Korçës. Do me thënë, këndoni me hisa. Kër mblidheshin që muhabetet familjare vinin njerëz, do me thënë, të afërmit, kuptohet. Edhe mblidheshin këndonin të gjithë me hisa. Kishin fjell, kishin kitar, kishin në shtëpi, kishin fyell, kishin filharmonik. Ju keni qenë orkestër? Po, mblidheshim dhe babaj ka qenë edhe 7 vëllezër. Dhe kur mblidheshim neve tërë lagja aty mblidhe. Shion të muzikë. Po, dhe pastaj mësusja e muzikës më ka inspiruar më tepër për të vazhduar për kanto. Atë fillim. Po. Dhe aq më tepër kantoja për ne ishte tabu sepse të këndonje opera në flas në vitet 80 për ne ishte e panjohur më shumë. Për realitetin shqiptar, për pjesën më të madhe, le themi, të popullsisë vendit. Po, dhe në fillim asu nuk e kam pëlqyer, me thënë të drejtën, por duke mësuar, duke dëgjuar, duke kultivuar dhe veshi, fillova ta dashuroj, të këndoj në për shtëpi, sa kur bëja vokalica që studioja në shtëpi, të gjithi thjeshin babait, po është çmendur goca Argimit ja bën. Është çmendur, sepse unë bëja vokalica dhe të përgatitesha për të nesërme në shkollë. Është çmendur, nuk e kuptonin. S'ka ndodhur besoj vetëm me ju, po për gjithë ata student apo nxënës që kanë qenë në shkollat artistike, edhe do duhet të ushtronin këtë lloj ushtrimi. Patjetër. E studim 2 orë në ditë. Dhe nëse nuk e bën studimin sistematik, 2 ditë ta leje kanton, duhet 1 javë të merje vetë. Sepse kordat fillojnë. Jeni penduar që keni vijuar rrugën e muzikës fillimisht me kanto edhe më tej? Jo. Apo e keni parë veten diku tjetër? Thënë më ndryshe, nëse do ta filloni edhe një herë jetën tuaj artistike, po në muzikë? Po në muzikë, ja. Do të shpjegoj disa detaje që janë pak interesante, ndoshta edhe dikush qesh kur i dëgjon. Besoj thuen për herë të parë, apo i keni deklaruar? Jo. Ekskluzivisht për Infoftes. Për ju, faleminderit. Kur isha në klasë të 6, të 7, dhe muzikës, sa vinte ore muzikës, unë nuk e di, ato kisha ender me ziprisja të fillon të muzika. Vija në shtëpi, çfarë mësime merja atje, i bënja jastrekët e shtëpisë, i bënja si nxënës. Edhe merja një libër si mësuesja, dhe ata jastrekët ishin nxënës. Dhe unë bënja si kur shpjegoja mësim, edhe një ditë për ditësh vjen mami dhe thotë, çfarë bëhet këtu? Është bërë shpjerë muj. Edhe i them unë, jam duke bërë mësim. Se unë po bëj mësim. Dhe ajo u ullë në një kënd, se atere, ashtu i kishëm shpjerë. Dëshiroj mësimin. Edhe, po më dëgjonte, dhe i thot babaj tim, që ajo ka lindur për atë punë. Ajo ka lindur për atë punë. Dhe pastaj, filluan të me inspironin, pse jo, vija në shtëpinë e pionerit, bënja kurse. Ka ndonjë emër që mund të përveçohet nga mësuesit tuaj të atyre viteve? Po. Vera Cepa më ka dhënë muzikë. Në muzikë kam qenë shumë e mirë. I këndonja që atere, dhe i lexonja që atere që në klasë të 6-7. Kam qenë nga më të notat muzikore. Po. Që atere, kur kam vajtur në licej, pastaj, unë me solfezhin nuk kam vojtur fare. Te kam qenë më e mirë. Kishit përgatitje? Po. Kam qenë shumë e mirë solfezh. Sepse ishte puna e mësuese Verës. Emrat të tjerë që do doje të ndanim edhe me shikuesit? Kjo ishte ajo që më inspiroi në fillim, përveç familjes që nuk diskutoheshe, po kjo ka qenë ajo që më ka dhënë shtysat e para. Le themi kumbari. Kumbari, tamam. Pastaj vinë mësuesit e muzikës patjetër në lice, mësuesja kanto Afrodita Zonja. Laçi Zonja. Atëherë ishte Laçi. Kemi qenë matura e parë e Afrodita Laçit. Unë, Elifara, një vajzë nga Vashmia dhe një nga Maliqi. Kemi qenë 4. Emra të njohur artistik. Po, Elifara, Luiza Guçe, që është këngëtare dhe ajo,
Një soprano tjetër që ishte e lindur nga fshati Vashtmi i Korçës, e cila deri në të mesme pastaj nuk vazhdoi më tej këngën, nuk e vazhdoi sepse emigrimi të rëmbën në puna të tjera dhe po që për atë ka qenë ne kishim idhull atë. Ka qenë e lindur për atë punë. Pra një klasë famous. Po kemi qenë se di, ndoshta mbahemi në shkollë një nga grupet më të mira të kohës. Pastaj ju vini në Pogradec. Pastaj martohem në Pogradec. Martoheni në Pogradec. Fejohem diku te mosha 24, 25, deri një 5-6 vjet kështu. Vjoni kalvarin, le të themi, sa artistike dhe të mësimdhënie, se duhet të thënë që ju keni ushtruar për shumë vite profesionin e mësueses së muzikës. Jo pak, 25 vite. 25 vite. Në shkollat 9-vjeçare të Pogradecit. Në Korçë Pogradec. Edhe në Korçë, tek direkt, sa kanë mbaruar liceun, kanë filluar mësuesja muzike. Është fjala për shkollën e muzikës Tefta Tashko Koço. Tefta Tashko Koço. Direkt na emëronin, sa mbaronin direkt, se kishte nevojë, kishte shumë nevojë për kuadër, ishim ne. Atëherë sidomos për muzikën, sepse atëherë kishte një rëndësi shumë të veçantë për artin. Jo se fare nuk ka. Po që nuk di pse atëherë funksiononte pak më bujshëm. Edhe emërohem në fshatrat e Korçës, bile në një fshat që ishte temperatura -27. Kalvari artistike ashtu ka filluar për gjithë në fshatra. Po. Aty kam filluar mësuese muzike. Fshat pas fshati, do më thëmë mali thatë rëzës, sheqeras, vreshtas, bregas, korit, Podgorie. Pastaj kur u martova këtu. Fati ju përkëdhel të liceu artistik dhe vinin Pogradec. Martohem këtu. Martoheni. Nuk po gjeja punë. Fare. Mundoheshim me tim shoq, kap njërin, kap tjetrin, sepse ashtu ishin që ta menja dosin që nga Korça të bënja transferim, nuk beshe sepse nuk isha në rrethin tim. Tani e brenda qarkut, po atëherë ishte rreth tjetër. Si spikasni artistikisht edhe apo është fat që ju zini një pozicion pune si mësuese? Fat. Ishte fat. Kërkoj bashkëshorti të zyra arsimore punë, fat që dikush e la vendin dhe u hap një vend dhe unë shkoj në... Vini mësuese në qytet? Në Bratomir. Bratomir. Në Bratomir. Kam në 5 vjet aty, të më thënë 25 vite, 24 se njërin e kam në qytet, kam punuar vetëm në fshat. Më kujtoni mësueset e fshatit Kadares. Ato të urtat gjerë në dhembje, të thjeshtat gjerë në madhështi. Po, dhe pastaj poziciononi edhe në qytet? Pastaj shkëputem nga mësimdhënia, pasi muzika u masakrua, do ta them kështu, në thojza, për çfarë vitesh bëhet fjalë? Në vitin 2010. Filloi që të rriten orët e fiskulturës dhe muzikës ja shkurtuan nga 2 orë në javë, që ishte planim, do më thënë, planim në ngarkesa. Performanca e lëndës. Performanca e lëndës, u bëj 1 orë në javë. Nxënësit vinin dhe, do më thënë, numri nxënësve vinte dhe u mbyllën shumë klasa. Dhe kush do DJ atëre mësues të muzikës. Dhe na hoqën disa prej nesh, si janë vetëm unë, na hoqën disa prej nesh dhe na zvendësuan mësues që nuk ishin lidhje fare me artin. Dhe muzikën. Po fare. Konkretisht, si emri i përveçëm. Edhimshme. Edhe ngelëm... Po tranzicioni ka ekstreme... Tranzicioni, gjithmonë. Ka pasur dhe do ketë. Por gjithsesi talenti nuk bie... Patjetër. Nuk bie, le të themi, në tokë... Po, zbje poshtë. Zbje poshtë. Më dhe forcat e mija, tash tani, edhe pse në fakt kisha 10 vjetë që nuk e ushtronja të këngë, pasi ishin fëmijët e vegjël. Kisha vjerën në shtëpi, do kujdesesha patjetër problem familjare. E thash 10 vjeçar do t'ja kushtoj familjes. Dhe ndërkohë që unë në 2010 shkëputem nga arsimi, gjë që më ka vrarë
shumë, sepse ishte jo vetëm pasion, po sikur unë kisha lindur vetëm për atë gjë. Edhe Luiza Vogël Jastëkve në zonës. Po, u godita dhe kur kam ikur nga shkolla, mbaj mend, më kanë qartë të gjithë fëmijët, të nxënësit. Sepse kam qenë vërtet muzikën e marri. Mësuesja që adhuronin. E marri muzikën si lënë të thjesht, por unë nuk e beja kur. Të thjesht të bënja për nxënësit. E jepnit nerv, energji. Jo, e vlerësoja. Nuk e qoja këta si lëndë të djathtë. Mësimi që duhet bërë një orë. Si lëndë të djathtë, hajde. Unë e bënja si matematik muzikën. Edhe e bënja të dashur që ata të dashurojshin me muzikën, jo ta quanin o bobo notat, o bobo kjo, o bobo ajo. Dhe pasi ju eqen, ju largojnë më saktë. Largojnë. Jo. I ktheni aktivitetit artistik. Ja, si ka qenë. Vitin e fundit kam bërë një aktivitet në shkollë, si që bënim këto aktivitetet festare, dhe vjen dhe unë kërkoj një instrumentist në Pogradec. Dhe marë profesor Jovan Shukën. Gjuvin, më thojnë za. Të vit të më shoqëroj korin e shkollës me filharmonik. Vjen. Dhe çuditet me përgatitin që kisha bërë unë aq më tepër në një fshat, të bëheshe një punë aq e bukur dhe me nivel. Dhe pas kësaj shfaqjen e imi mbledhur, siç mbledhemi në fshat mësuesët që bëjnë një farë feste të vogël, me që se doli mirë dhe koncerti dhe kështu. Edhe mbledhemi, kërcejmë, ham, pim, këndojmë të gjithë, dhe më thot profesor Xhuvi që Luiza, sot ju këndoni shumë bukur. Unë deri në këtë kohë nuk isha shfaqur fare si këngëtare. Artistikisht në Pogradec. Sepse tash ishte pjesa e familjes. Po detyrimet e kuptoj, si një anvis në zonë që duhet mbaj shtëpinë. Patjetër. Kisha dhe vjerin që duhet të kujdesesha për të gjithë familje. Dhe ktheheni tek nostalgjia, mall për këngën. Dhe më thot, më bën ftesë. Grupi i famshëm. Po. Kthehem aty, më pranuan. Isha soprano, aq më tepër që duheshe një soprano aty. Si ishte Roza, por duhesh edhe dikush tjetër. Është fjala për zonjën Roza Dhami. E përshëndesim. Edhe profesor Xhuvin, edhe grupin tuaj famous. Po. Sot nostalgjia. Po, dhe sot e kësaj dite unë vazhdoj atje. Njëkohësisht filluam pastaj muzikën, siç e thatë dhe juve që filluam muzikën live, që bëheshe në qytet. Do të ndalemi dhe të kajo pjesë, nuk është ky momenti. Pra ju filloni aktivitetin artistik, që ju, le themi, evidenton në pjesën e dytë të këtij rrugtimi si artiste. Pas mësimdhënies, po. Po, është bukur, do me thënë. Është shumë bukur, edhe pse unë edhe sot e kësaj dite e kam peng. Mësimdhënie. Mund t'i riktheheni. Inshallah, dua po. Patjetër, drejtuesit e arsimit t'i kthejnë edhe pak syt tek ne, sepse është një lloj apeli për njerëz që kanë shpirtin në radhë të parë për të prezantuar lëndën. Se kur shpirti mungon, po, dhe te qendra kulturore e fëmijëve. Nuk ka një mësues e këngë që ti mësoj kori, nuk ka një mësues e këngë. Janë instrumentistë dhe ata që janë, e kupton? Aty. Kështu që do ishte mirë që profilet të ishin në zbatim. E kupton? Çfarë do të them? Që të kishte, për shembull, mësuesi Ani bën pianon, shumë bukur, ka mbaruar për flaut, shumë bukur, shqyqyre kemi as. Reli duka bën instrumentin e tij plus që është dhe çfarë është përgjigjes më duket aty. Edhe pse mos ishte edhe një koreografe për fëmijë që kërcej. Shpresojmë që këto pozicione të kompletohen. Edhe një mësuese këngë, patjetër duhet një kor. Po që të kesh një kor. Duhet një çik teknik si mund të këndojë një fëmijë. Jo ta marrim me ta shkatrojmë nga korda. Rrugtimin artistik do ta vijojmë edhe në pjesën e dytë, por edhe në pjesën e tretë të Infoftes. Do t'i kërkoj Regjis një moment muzikor tuaj për të shkuar më pas në reklama. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj, jemi mes pasionit dhe këngës, gjithmonë këtu në Infoftes, me mua vijon të jetë ftuar këngëtarja Luiza Mara.
Liza, cilat janë sfidat, le të themi më sakt, që has një këngëtar i muzikës në Shqipëri? Është një temë që ja vlen të diskutosh në fakt, dhe duhet ngritur zëri për shumë arsye. Që janë? Që janë këngëtarët e rinj tani, domethënë të rinj. Të viteve të fundit, më mirë të i përfshin një pjesë, jo të gjithë, por kanë filluar të bastardojnë këngën. Të sjella aq bukur nga populli, të sjella aq bukur nga kompozitor shumë të mirë njohur, e marrin këngën edhe e sjellin në mënyrë më të çuditshme, e bastardojnë fare, e ndryshojnë strukturën, e ndryshojnë, nuk di, po këndohet pop, po recitojnë dhe nuk po këndojnë. Njëkohësisht, po i bëjnë me incizime, nuk po këndojnë live. Aty rregullohet zëri, aty rregullohet instrumenti, do të thënë që nuk është muzikë gjallë, nuk është muzikë pastër. Nuk është. Dhe po ti marrësh ta këngëtar një pjesë, jo të gjithë, ti ftosh në një koncert, nuk këndojnë live, sepse ju dalin defektet, kanë stonatura, kanë rrëshqitje. Janë pseudo këngëtar. Po, janë pseudo. E shesin vetëm me lakuricësinë e tyre, jo me vërtetësinë, çfarë duhet të përcjellen, çfarë mesazhe do të japin. Domethënë që të përcjellen një art të pastër. Dhe kjo është një temë shumë e gjatë. Edhe e dhimbshme. Edhe njëkohësisht shumë e dhimbshme. Ka një rregullator gjithë ky, le të themi, trend jo normal. Po, tani është bërë çdo gjë komerciale. Dhe përderisa hyn leku në mes, çdo gjë prishet. Çdo gjë është bërë ekonomi tregu, nuk e marrin artin ta zhvillojnë siç duhet, por e shesin artin për disa lek. Për fare pak lek. Pa nuk shit, domethënë, nëse do të identifikohet një vend, identifikohet nga arti, nga kultura. Nëse ti e merr dhe e bastardon, ti tani po e bën muzikën rumune, ti po e bën slave, atë këngën shqiptare, po e kalon me ritme slave, me ritme rumune. Tani çfarë? Ku është tabani? Elementi folklorik. Elementi kryesor. Çdo gjë ka dalë nga populli. Pastaj kompozitorët që kanë bërë këngë të festivaleve tani kanë filluar, po i përpunojnë, i marrin këngëtarët apo muzikantët pseudo, në thonjza, edhe i sillen në mënyra, nuk e di. Tallavaja, të merë, çfarë është tallavaja? Po e prish rinin. Nuk po dëgjojnë muzikë të pastër, nuk po dëgjojmë atë që duhet të dëgjojmë. Hajde neve, po brezat që do vinë, do mbeten me këto shije që nuk e di. Është shumë e vështirë. Jo se nuk rregullohet çdo gjë. Nëse do ndikin politika, ose duhen zhvilluar konferenca, takime, me qendrat kulturore, qoftë edhe në për shkolla, dhe të rinj të edukohen me një muzikë të pastër, të paktën pa lënë me janë tabanin. Hajde se ne e dim që të rinj të duan një muzikë moderne, më të zgjedhur, po jo tani ta bastard ta marrin dhe ta sillen në mënyra të çuditshme. Që nuk është art për mua. Shpresojmë që herët avon do të kthehemi të shijet e vërteta. Unë them që është vështirë. Është e vështirë, sepse dhe rinin nuk po kemi me. Nuk janë të interesuar me të bëhen artist. Janë shumë të rrallë artistët që po dalin të vërtet flas. Nuk kanë ma interes, shikoj interesin që ne si qendër kulturore zhvillojmë kurse për këngë, për instrumenta, si që kemi instrumentistët me radhë, për kërcim, e kemi në programin tonë që e zhvillojmë këto, dhe shumë pak fëmijë na vinë, shumë pak nxënës, sepse nuk ka më interes. Me që prekët qendrën kulturore ku ju jepni tani kontributin tuaj si këngëtare dhe... Jo vetëm si këngëtare, por edhe si mësuese për edukimin e shijeve muzikore. Ka element po gradesar, po më thonit në fillim të emisionit që ka talente. Po. Edhe ta premtoj që do ta kemi një emision më vonë me këto talente. Patjetër, do ishte shumë interes. Sepse më thatë që do doni të ishit sonte
edhe me talentet doja të isha me talentet. Që ju edukoni artistikisht. Po, doja sepse dua të promovoj, dua të sjell të ndjell, më mirë të them, sa më shumë. Ja vajza dhe djem apo? Vajza dhe djem. Vajza dhe djem dhe çuditërisht kanë ardhur dy në fillim, edhe njëri pas tjetrit, o sa bukur, u bën 5, u bën 6 dhe filluam pastaj unë ngula kamp, bisedoja thjesht shpesh herë me drejtorin, me Eritanin. I thoja, Eritan, fillojmë sikur të bëjmë një koncert me 7 fëmijë. Fjala për zotin Kamolli. Po, Eritan Kamolli është drejtues në Qendrën Kulturore, që përshëndes. Po, patjetër. I thoja tani, sikur të bëjmë ndonjë koncert me fëmijët që ne i mësojmë për të kënduar. Sepse dhe i promovojmë, po prekin skenën, po ashtu i shtojë dhe dëshira për të vazhduar rrugën e artit. Po, thot, je lirë dhe bësh çfarë të duash. Ka qenë gjithmonë pro gjërave të bukur artistike, gjërave në lidhje me artin, aq më tepër me artin e pastër. Aq më tepër për të nxjerrë në pa talentet e reja të qytetit, sepse nëse nuk do punojmë ne me talentet e reja, po sigurisht kush tjetër do ta bëjë. Ne duhet të jemi ata që fiksojnë gjërat. Patjetër. Edhe filluam, bëj një koncert tjetër, duke parë që fëmija me fëmijën e filluan ushtua grupi. U rrit interesi. Po, bëj një grup shumë i mirë, me një konkurencë të paparë, që sapo kemi 2 javë që kemi zënë. Thuhet mosha e fëmijëve? Shkolla, do të thënë, cikli 9 vjeçar. Cikli 9 vjeçar. Që nga klasa e 2 e 3, deri në por, unë kam punuar dhe me gjimnazet. Kam punuar dhe me një korë të madh, kur ka pasur çelja e sezonit. Është bërë një projekt në lidhje, një projekt i përbashkët, Qendra Kulturore. Në qark? Jo. Që ka garuar edhe Pogradeci, apo është diçka tjetër, iniciativa juaja? Për çeljen e sezonit, para 3 vjetësh, më duket, është bërë një aktivitet në Odeoni, dhe mua më kanë ngarkuar të bëj një korë të madh, nga cikli 9 vjeçar dhe nga shkollat e mesme. Ishin 100 nxënës. Një punë 2 mujore që vija sa në një shkollë tjetër, sa në një shkollë tjetër. Dhe u bë në bashkëpunim me mësues të muzikës të shkollave, përveç shkollave gjimnazeve, do të shkollave të mesme, që s'kishte kushtë. Do të thënë, më ndihmoni mësuesit që i mblidhnin nxënësit, i grumbullonin se është dhe vështirë për të përzgjedhur. Për të përzgjedhur, patjetër, po është dhe vështirë dhe ti mbash mbas mësimit, sepse ne nuk e kemi të drejtën ekskluzive për të mbajtur. Po, sepse pas mësimit çdo fëmijë do shkojë që duan të gjejnë atë rrugtimin e tyre. Në lidhje me biseduam me drejtorët e shkollave. Edhe u realizua këtë korë? Dhe u realizua. U bë kori masiv, unë isha drejtuesja, edhe pse projektin e kishte dikush tjetër dhe normale. Ishte në bashkëpunim me qendrën tonë. Ishte një gjë që ju ngrohu, kishte optimizëm. Patjetër, dhe doli goxha bukur, dhe pjesët që ata kënduan ishin klasike më shumë, ishin botëror. Repertori botëror, klasik. Repertor botëror, dhe ja dolëm që 100 nxënës për para, ti kesh 10 veta nuk i drejton dot, 100 nxënës nuk e di, unë do ta mbaj mend gjithë jetën atë, sepse dëshira ime është të kem edhe në grup. Është vështirë të kesh aktivitete masive se është punë kolosale, sepse do punosh grup në çdo, do të thënë, klasat e 6. Nuk menaxhohen dot. Klasat e 6, të 7 vinja një orë me këta, një orë me të 7, një orë me të 8. Por gjithsesi ja dolët. Vinja shkollë në shkollë. Do doja të bëja një pyetje dhe sigurisht duhet marrë edhe një përgjigje të vërtetë. Më them që nuk zhvillohet festivali këngës për fëmijë. Ishte një traditë e bukur, u bë diku në vitet 2000 dhe pastaj humbi. Ja ta them unë, dhe këtë. Kjo është vërtet për të zënë kokën me dorë. Kisha edhe një lloj kënaqësie me angazhimin tim si tekst shkrues, se po më kujtuat këngën Celulari. Celulari ka qenë në vitin 2009. Dhe ishte një kohë kur Celulari kishte thjesht vetëm
emocionin e fotografisë, jo kamerë e gjëra tjera. Ishte fillesa le themi modernizimit të aparatit celular. Më kujtove këtë tekstin e celularit, sepse unë kam qenë një nga mësuesit që punoja me fëmijët e atij festivali. Dhe i mësoja këngët fëmijëve që u paraqiten në festivalin e vitit 2009. Saktësisht nuk di të them vitin. 2009 e di unë. Po. Pse e them? Sepse kam marrë pjesë dhe vetë me dy materiale të kompozuara. Njërën e kisha tekst dhe muzik vetë, dhe njërën e kisha vetëm muzikën, me tekst të Nesti Maçollit. Por mbaj mend dhe celulari, këngën tënde, nuk mbaj mend kush e ka bërë muzikën, më duket Sofilda Shuke, vajza e profesor Jovanit. Sofilda, e kishte dhe unë mbaj mend që ma ngarkovi profesor Gjuvi, Luza duhet më ndihmosh të punojmë bashkë me këngët, me fëmijët, për t'ju mësuar këngët që do paraqit, që kemi zgjedhur për në festivalin e fëmijëve. Por që atë vit unë nuk kam dëgjuar më të bëhet. Tani pse ku stopon kjo gjë? Nuk ka financues, nuk ka një projekt që ta përfshi. Korça e bën në mënyrë të shkëlqyer Daniela Jano, drejtuesja e qendrës fëmijëve, qytetës së fëmijëve. Po, se ka qenë kolege me mua. Dgjoj. Unë them që edhe dëshira mungon. Se jo çdo gjë nuk bëhet. Qendra kulturore e fëmijëve. Qendra kulturore e fëmijëve duhet të bëj projekte për këtë gjë, ta hedh si mendim. Dhe pastaj të gjendem financues. Të gjendem besoj forcat artistike nuk mungojnë. Krijues ka plot. Ka plot. Mësues të muzikës të gjithë dinë të shkruajnë me nota. Të gjithë dinë të bëjnë një këngë. Le të kthej kjo gjallëri e bukur. Po. Unë them që mungon një zë. Që është? Dhe unë gjej rastin, Angela të paktën, Angela që punon është drejtore arsimit në bashki. Në bashki. Nuk e di, ndoshta dhe duhet ta bisedojmë edhe përballë, po do ishte më me vlera të mëdha dhe me interes. Interes ka plot interes. Të gjejmë sponsorët. Besoj që për fëmijët kush nuk sponsorizon, por më duket sikur është lënë si në Aris. Duhet një gjë e bukur të rikthehet. Patjetër dhe mua më pëlqen. Sepse kam marrë 2 çmime dhe unë. Keni marrë dhe ju 2 çmime, edhe unë kam marrë disa çmime. Kohë të largëta. Më thatë që kompozoni, keni kompozuar vetëm për fëmijë apo edhe për të rritur? Ja, kam bërë dhe kam për të rritur. Keni bërë dhe kam për të rritur? Kam bërë për të rritur dhe kam marrë një çmim në Korçë. Ka qenë një festival, nuk e mbaj mend, po kalojnë vite shumë se dhe ne tani unë edhe pak bëjmë 60 vjetë. E nuk të regonë. Edhe s'ka problemu, nuk e fshe moshën, shqyqyr Zotit arrim deri në këtë. Pra keni kompozuar edhe për të rritur? Unë kam kompozuar dhe kam për të rritur në festivalet e Korçës, sepse aty kam qenë dhe back vokal, përveç se soliste, kam qenë në çdo festival kemi qenë Elifara unë, edhe atë vajzat e tjera që kemi që matura e parë Afrodita Laçi, zonjës dhe shkollës muzikës. Shkollës muzikës. Dhe nga që ishim nga të mirat në kanto, na morën dhe në back vokal, që në zënë se kemi qenë aty, në estradën profesioniste të Korçës. Ju me sa di keni fituar edhe një çmim, unë nuk e përmenda, po ja e diskutojmë tani, festivali tipologjik i këngës qytetare që mbahet në Elbasan. Po. Mbetemi pak. Para 2 vjetësh, Qendrës Kulturore Laçi Shpëradeci i bëhet një ftesë për të marrë pjesë në festivalin tipologjik të këngës qytetare. Mblodhëm grupin, u përgatitëm dhe u paraqitëm me materiale pogradecare. Ishin pothuaj 20 qytete, am shumë, dhe ne kemi marrë, kam kënduar me Agim Dandallaku, dhe më të gjitha këngët ishin duet, dhe ne kemi marrë çmimin e parë si dueti më i mirë në rang republike. Më vjen mirë pa tjetër kur... Po,
kur vjen me fitore. Kur vjen me fitore është... Sepse përfaqëson qytetin, ti kërkon të japësh më të mirën, të vërtet të marrësh pjesë, se është performanca, janë të gjitha gjërat me radhë, por kur vjen me fitore, janë ngre qytetit vlerat. Po, patjetër, nuk është vetëm personal. Ky është qëllimi, Liza, a ka një këngë që konsideroni si pikëthese në karrierën tuaj, në repertorin tuaj muzikor? Po çfarë them unë kam shumë këngë. Jo, një rëndua. Në fakt, nuk e kam nxjerrë, është duke u bërë, ka vite që e kam bërë, por nuk kam bërë videoklipin. Është këngë? Është për nanën. Për nanën. Është për nanën dhe shpresoj që ta nxjerrë në datën 8 për festën e nanës. Shpresoj që 8 mars të jetë një augur i mirë, pse jo? Kënga është shumë e bukur. Do ta promovojmë ndoshta. Mund të themi një gjë vockël apo nuk doni? Mund ta këndojmë live një gjë vogël. Ekskluzivisht. Ekskluzivisht, do të them vetëm pak përmbajtje që është i kushtohet nënave që nuk jetojnë. Pasi dhe unë nëna ime nuk jeton me, këtë këngë u kam kushtuar nënave që nuk jetojnë. Kushdo që ka humbur nënën do ta gjej veten te kjo këngë, është pak prekse, sepse është melankolike. Ka një varg që mund të vijë, ku diun. Është momenti kur unë insistoj, dua diçka ekskluzive. Do ta them. Po ju duam ta themi live. Thoma Angjellari në fakt, nërsa melodin, edhe ai melodin, po kam ndërhyrur në melodin me thënë drejtën, sepse duke mos ditur që të shkruaj partiturë, kam bërë dhe unë atë pjesën time, kam dhënë atë mendimin në studio. Edhe njëherë përsëris, mund të themi diçka? Po, patjetër. Ta këndojmë a kapela? Ka qenë momenti që nëna jep jetën, edhe jo, mos shko, mos u largo, ti dorën nëna, mos ma lësho, jo, mos i... Tu da presim emocion këtë 8 mars edhe këngën tuaj, unë sërish i kërkoj regjis një këngë që ka protagoniste zërin tuaj, imazhin tuaj dhe do të kalojmë pastaj në publicitet. Publiciteti nga ka rikthyer në studion pjesën e tretë. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftesë me mua Vion të jetë ftuar në studio këngëtarja Luiza Mara. Mezi më pritet që ta bëj këtë pyetje, sepse tek videoklipi para publicitetit pa Margarita Xhepën që interpretonte dhe më thatë ka qenë e ftuar ekskluzive në atë videoklip nga ju. Ndalemi pak tek miqësia që ju kishit me Margarita Xhepën. Shiko, faktikisht mendimi për këngën, unë ja tregova për atë klip, po. Këngën, e dëgjoj, e kisha bërë me audio, në studio, e kisha mbaruar, dhe ishim të ftuara në një aktivitet artistik nga një shoqat. Aty ndodhemi të dyja, bile kemi fjetur në një dhomë hoteli, edhe duke biseduar për planet tona artistike. I bët ftesën. Jo, e dëgjone, thot, Luiza, kjo është këngë shumë e bukur, thot. Të viti interpretoj. Jo, është shumë e bukur, thot, pse nuk i bërë një videoklip? Po, i thashën, po, nuk i kam shumë mundësit, i them, sepse... Duhet paguar, stafi... Ka shi unë me një rogë... Një emër aq... Po. Aq më tepër... Madhështor si Margarita Xhepën. Tjetër, që ma bën ajo një... Dhurat e bukur është. Një dhurat. Thot, do vion të të ndihmoj, thot, se del shumë e bukur, thot. Nana me vajzët që nxjerr nga shtëpia, thot, nuse. Thashëm, unë doja ta them, po nga pozicioni që kemi me njëra tjetrën, më duket sikur po ta beja nuk do pranoje. E sa çfarë për Lizën time dhe më zuri për faqe kështu për Lizën time se Liza ime më theshte. Dhe u bë. Gjithmonë. Dhe u bë. Dhe i mbeti kohës, është viti 2017, më thatë? Po, 2017, kemi shkuar në Tiranë për arsye se ajo sapo ishte bërë një operacion nga këmba. E kështë këmbën e dytë që kishte bërë. Edhe njëkohësisht shkoj edhe për të shkuara, edhe njëkohësisht bëjmë edhe videoklipin me që se isha në Tiranë. Zhjuar në Tiranë? Po, Tiranë e kemi zhjuar. Kemi hyrë në një shpinë e një keshës time. Edhe...
Mblodhëm një videoklip i bukur dhe emocional. Një le të themi kast njerëzish që u bën pjesë e interpretimit. Po, tani, të ndalemi në kolazhi. Desha ti kushtoj një kolazh qytetit Pogradec. Titullohet kolazh me këngë Pogradecare. Pogradecare. Sepse po shikoj që po krijojnë shumë pak këngë Pogradecare. Dhe thash çfarë duhet Pogradecit tani që dhe të godas, sepse artisti këtë ka, do të bëjë një material, po a do mirëpritet nga publiku, a do pëlqehet, e kupton? Dhe ishte një këngë me gështenjat në sfond, më thatë? Po, pjesa e parë është krijimi si tekst dhe muzikë. Bile kam bërë ftesë dhe një kolegu tim, që kam punuar muzik live, Ani Starovës, quhet. I them, do më shoqërosh tek plus që ishim në një grup muzik live që këndoni, do ta bëjmë një këngë, dhe e përgatitëm, shkuam te Sajmir, cili ka bërë orkestrimin të gjitha, aranximin komplet. Teksti ishte imi, muzika ishte imja, pastaj tham, ta bëjmë kolazh, po me çfarë ta lidhim? Edhe unë dash mendimin, do marrim një këngë Pogradecare të vjetër. E ta sillim në një mënyrë pak më të zhvilluar, pak më të re, pa e prishur strukturën. Sepse do ndalim në pjesa e parë e emisionit që të rinë tani po prishin edhe po pas startojnë këngën e marrin, po nuk e sillin ti përmbahen realitet asaj që është. Do të thënë, le ta zhvillojnë normale, le ta zhvillojnë, por mbetet shija muzikore origjinale. Por të paktën të mbetet thelbi. Dhe unë mundova ta bëj këtë dhe e lidha me Gështenjë papjekur. Gështenjë papjekur. Dhe siç e pat, dhe u realizua dhe klipi, them që po sigurisht është një gjë bukur, i ka ngelur kohës edhe një kujtim i bukur me aktoren, artistën e popullit, të pavdekshme, Margarita Xhepa. Ndjes pas ishte zonjë në të gjitha drejtimet. Edhe unë kam 2 intervista në fakt shumë interesante, ekskluzive në rrugëtimin tim si gazetar. Ja, mbeten. Po mbeten. Dua të mbetemi pak tek muzika live. Unë theksova pak në fillim të emisionit, keni thyer pikërisht, nuk e quaj tabu, po elementin e të kënduarit live, ndoshta për kohën tingëllonte pak keq në një qytet të vogël, si Pogradeci, kur kryeqyteti prej kohësh kishte filluar këngëtarët tanë të afirmuar të këndonin live në lokale natë. Po, ka qenë një vështirë, sepse në radhë të parë ka qenë një vështirë. Se nuk vlerësohet, le të themi, vuxhuti, kontributi njeriut për të kënduar live, se jo çdo njeri e këndon live. Aq më tepër për krajësinë e njerëzve. Edhe të paragjykojnë. Për t'i dhënë qytetit një ngjyrë tjetër. Për t'i dhënë qytetit një ngjyrë tjetër. Shiko, është një çik le të themi e goditët, e thyet mentalitetin. E theva mentalitetin sepse e di ku ishte ajo pjesa që mua më dhëmbi pak, sepse nuk e bënin dot lidhjen njerëzit, që kjo nga mësuese kalovi në këngëtar live. Nuk e bënin dot lidhje, tash si du po kjo. Po mirë, njeriu kur është artist. Jo, po, nuk e dinin këtë pjesën që unë kisha mbaruar për kanto. Nuk e dinin këtë pjesë që kisha mbaruar që unë isha këngëtare. Këngëtare, po jo e firmuar këtu, për shembull. E megjithatë, i mësuat njerëzit edhe me këtë trend. Po, i mësuan edhe pse kanë qenë pak me koston kuris. Me kosto, patjetër, koston në kuris, por që unë për veten time ndjem krenare. Po patjetër. Ndjem krenare sepse kam punuar, i kam dhënë qytetit një ngjyrë tjetër, njëkohësisht kam kënaqur publikun, kam kënaqur njerëzit, qytetarët. Po me të gjitha përballoni muzikën live. Jo njëri përballon muzikën live. Por dhe unë njëkohësisht paguajsha sepse po sigurisht, është dhe ana ekonomi tregu, njerëzit do mbjetojnë. Është dhe ana ekonomike. Edhe pse nuk ka të ardhurat e kryeqytetit, le të themi, sërish arti mbetet megjithatë në kohën që unë ngela pa punë, mua kjo më ka mbajtur gjallë dhe ka bërë mirë. Po, ka bërë mirë, studiova fëmijët, në për shkolla, edhe pse me probleme shëndetësore dhe me probleme
shumë të mëdhaja ekonomike. Sfida jete. Po, sfida jete, sepse të heqin nga puna, dhe bashkëshorti nuk ishte në punë sepse vinin kërkon të punë me arsim të lartë, mjek veteriner, nuk e fusin në punë, nuk të kështë shumë barjera. Këto janë paradokset e kohës. Paradokset e kohës, nuk është nevoja që t'i përmendim ato këtë kaluar. Liza është sot mirë, s'dua ta marr as mësysh, nëse do të përdor një shprehje popullore. Mbretëresh në performimin e saj artistik të këngës. Më lejo të ta them dhe këtë. Mendoj që kam arritur diçka, jo se jam në majat, nuk them që jam më e mira, nuk them asnjëherë, nuk them kur pyesin ku punon, nuk them kur që unë jam këngëtare. Dhe ndonjëherë vajza më thot, pse nuk e tregon profesionin, thot, sepse ti e zojnë në atë profesion. Po e zojnë patjetër. Unë i them, po pse duhet ta di tjetër ku jam unë e çfarë jam. Po jo, bën mirë t'ja u thuash. Jam treguar modeste. Reflekto dhe thua jo për te modestis, ka ikur koha modestis. Do doja të mbetemi pak në këto minutat fundit të kësaj pjese, tek planet tuaja krijuese. Keni plane, më treguat që ishte kënga e nënës në radhë si risi për të ardhur për 8 marsin, edhe i uroj këngës jetë gjatësi dhe rrugtim të bukur artistik. Shiko, kam edhe 3 këngë të tjera, i kam realizuar, tash vetëm janë duke u bërë videoklipe. Këngët janë qytetare, sepse mua më shumë kënga qytetare më shkon, edhe pse unë jam këngëtare lirike, faktikisht kam mbaruar për opera, muzikë klasike, operistike, klasike, të cilat do bëja një dallim midis të dyjave, që kënga klasike nuk mund të këndohet në çdo ambient, sepse jo të gjithë e kuptojnë. Po. Ajo është për gjërat. Atëherë është ky kolazh i këngës qytetare deri diku dhe popullore. Po. Keni 3 këngë thot? 3 këngë për Pogradecin. Për Pogradecin, prap, që ti mbeten arkivu Pogradecin. Unë me thënë drejtën, kam ngulur këngë që arkiva e këngëve pogradecare të shtohet, sepse nuk është se kemi shumë këngë. Ose, jo s'kemi shumë, por nuk i kemi sjell, ose nuk i kemi sistemuar, edhe s'kemi dhe sponsor, me thënë drejtë. Atëherë, sponsorët, shpresojmë të dëgjojnë. Sponsor, nuk kemi sponsor, zëra ka. Edhe përveç 3 këngëve që keni të ketë edhe të tjera. Po, dhe një projekt tjetër. Dua të promovoj talentet e reja. Talentet të cilat unë punoj, kam punuar. Është projekti që më thatë doni ta bëni në bashkëpunim me televizionin. Pra një mini konkurs për të përzgjedhur talente. Pse jo? Do ishte shumë bukur. Do promovojmë të rinjt, ata që do përfaqësojnë artin e Pogradecit. Shpresoj që zoti Fezollari ta dëgjoj këtë moment edhe të piketohet edhe ky projekt. Të piketohet ky projekt, pse jo? Edhe një gjë tjetër. Projekt i bukur, interesant, pas skuadrës së jashtëzakonshme që u realizua si një prodhim ekskluziv i televizionit Sot 7, shpresoj që edhe kjo ndërmarrje, ky hap të jetë interesant për promovimin e fëmijëve, talenteve. Edhe një gjë tjetër me fëmijët e kursit që bëj unë të këngës në Qendrën Kulturore Lazgush Poradeci, kam filluar një projekt që 2 vjet përpara, cili quhet Artistët e Vegjël 1, Artistët e Vegjël 2 u bë tani në shkurt, gjë që bëri një honë në qytet, ku të ftuar ishin nxënës nga shkollat e qytetit, u duart rokitën, dhe koncerti ka qenë një nga koncertet më të bukura që kemi bërë, dhe e kemi filluar audicioni parë, i dyti dhe me radhë. Do ta bëjmë si projekt të vazhdueshëm. Më vjen mirë. Dhe ju uroj jetë gjatësi edhe atij projekti. Unë Liza të falenderoj që të pata një ftesë në gjithë këtë rrugtim tëndin emocional, artistik, me vlerë, të duart rokitur edhe të merituar. Falenderit për ftesën së pari. Shumë falenderit që u pata në studio, që u kam hequr nga motrat tuaja që kanë ardhur sot në Pogradec, edhe nga kushërirat që po na shikojnë në Greqi, përshëndesim të gjitha, edhe po, edhe pa qef edhe ju kërkojmë pak falje. Kanë qenë edhe pak pa qef, që të shkëputëm. Edhe pa më thonin, po mirë, ti si dhe ikësh pa qef, sot po kemi ardhur ne. Emisioni të do edhe kur je pa qef. Unë të falenderoj shumë, më ka dhënë shumë kënaqësi. Shpresoj ta kenë marrë edhe shikuesit. Falenderit, ju uroj sukses, edhe më pëlqen kjo ideja juaj që promovoni, nëse ju ndjek në çdo
në çdo emisionin tuaj. Dhe më pëlqen kjo që promovon her pas here figura jo vetëm artistike. Jo, promovimin e keni në fakt, por gjithsesi ne vendosëm ca pika mbi sonte në këtë emision që njerëzit ti dëgjojnë edhe ti kenë parasysh. Unë shpresoj që projektisten Liza. Shpresoj që ti ketë bërë mirë qytetit. Patjetër. Ti ketë bërë mirë qytetit sepse ne kemi një projekt gjithmonë. Ne duam të promovojmë artin në Pogradec. Edhe Pogradec. Sepse çfarë ka Korça më shumë se neve tani tash. Unë jam çik korçare, po tani jam fare pogradecare. Po çfarë ka Korça më shumë se ne? Ne kemi shumë artistë. Atëherë shpresojmë të bëhet më mira në gjithë këto projekte, në gjithë këto plane, në gjithë këto gjëra të bukura. Që glojnë mes artistësh. Faleminderit edhe një kënaqësi. Nderuar miq, kemi qenë në Info Ftes, ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi i radhës do të jetë enten tjetër me një tjetër të ftuar. Përpara se ndajemi, unë do t'ju lë sërish në shoqërinë e një këngë nga Luiza Mara. Bashkënatë e mirë.